Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar xhamatli, e shfrytëzoj rastin në fillim që me lutë Allahun subhanahu wa taala që këtë ditë agjerimi Allahu na i pranoj. Të na lutim Allahun që të na furnizoj, që të na frymëzoj dhe të na inspiroj, thëmë për me bo vepra të mira dhe me agjeru ashtu siç Allahu është razi. Këtë Ramazan me lejen e Allahut të madhruar, këtë Ramazan do të flasim për virtytet e moralit. Domethënë shumica e temave kanë me pas lidhje me këtë krye titull. Çdo ditë inshallah do të zgjedhim ndonjë cilësi për cilën mendojmë se është me rëndësi, domethënë me fol për arsye se shpesh herë hasim domethënë në një situatë kur shumë për njerëzve që kuptojnë mendojnë se fetaria ose devotshmëria është vetëm me fal namaz. A e vërteta është se edhe ibadetet trupore ose me pasuri që i kryen janë, domethënë, pjesë e formimit të personalitetit të besimtarit. Besimtari duhet të jetë i mirë në besim, në ibadete dhe në sjellje ose në moral. Neve na intereson tash, domethënë, për shkak lidhshmërisë së ngushtë midis agjerimit të Ramazanit dhe moralit të mirë ose mirësjelljes, do të hedhim dritë më shumë, domethënë, këtë aspekt të besimit ose të fetarisë muslimanit. Tema e sotit është agjerimi dhe mirësjellja, ose agjerimi dhe morali i mirë. Feja islame e ka lehtësuar agjerimin jo thjesht si një pridhim të përkohshëm nga disa ushqime dhe pije, por si një hap drejt pridhimit të vetës përgjithmonë nga dëshirat e ndaluara dhe pasionet e qortuara. Duke e përforcuar këtë kuptim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: "Men lam yada qawl az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Do të thonë, kush nuk e le fjalën e rreme dhe veprimin sipas saj, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laysa as-siyamu min al-akli wash-shurb, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw tajahhala alayka faqul inni sa'im." Që do të thonë, agjerimi nuk është vetëm nga ngrënia dhe pirja, por agjerimi është nga fjalët e kota dhe pra të agjerosh nga fjalët e kota dhe nga veprat e pahishme. Nëse dikush të fyen ose sillet si ignorant ndaj teje, atëherë ti thuaj unë jam agjerueshëm. Unë jam agjerueshëm. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka cekur se qëllimi i agjerimit është la'allakum tattaqun, që ju të bëheni më të devotshëm. Ka thënë Allahu subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, juve ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, që të bëheni më të devotshëm. E tash, do të thonë, ky ibadet i madh nuk është një ibadet i pa kuptimit. Veç mos me hangër, mos me pi, edhe me qu jetën çish e ki qu, do me thonë, kohën për para se marrë Ramazani. Gjatë vitit, mujt e kaluar, mas Ramazanit, para Ramazanit, do me thonë, a ki kujdes pak në gjuhën tënde? Ja. A ki kujdes pak në sjelljen tënde? Ja. A ki kujdes pak mos i pengoj shkojshijes? Ja. A ki pak rahmet në zemrën tënde, pak ma tepër? Ja. A ki mendim të mirë për besimtarët? Ja. Me thonë, a Ramazan është.
atëherë nuk e kemi kuptuar Ramazanin, se Ramazani nuk është, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me lanë veç ngrënjën dhe pirjen. Ramazani është pak më shumë, është një trajnim shpirtëror, që ne duhet sa herë me tentu mu bë më të mirë. Mu bë më të mirë. Për shembull, çka këtë Ramazan, këtu do të fokusohemi ta shohim në aspektin e moralit, në aspektin e mirësjelljes. Ku jemi, çka jemi dhe a duhet mu përmirësu secili prej nesh me, domethënë mu nale dhe me mendu. Se normal, domethënë përmirësimi nuk është vetëm në aspektin e moralit. Mirë po, morali është ajo, domethënë rezultati i fetarisë tonë. Ne besojmë, bëjmë ibadeti, bim sejdë Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo duhet patjetër të reflektohet në sjelljen tonë. Të duket. Mirë. Parashtrohet pyetja. Çka është definicioni i moralit mirë? Pasi që domethënë agjerimi na çon drejt asaj që ne të kemi kujdes gjuhën, të kemi kujdes sjelljen, të respektojmë, mos rrejmë, mos gënjejmë, mos sillemi si ignorant ndaj të tjerëve. Atëherë çka është ai morali i mirë? Domethënë ka shumë definicione. Domethënë një definicion është pak më i gjerë, domethënë e kam përkthyer dhe do ta shohim se morali i mirë ose mirësjellja ngërthen në vete një numër të madh të virtyteve. Ka ndonjëherë kur i ndëgjon këto besimtari mundet me menu me thonë, po unë s'pas, unë kam shumë larg. Nuk është paqare me koni përkryer. Mirë po ti sa më tepër që pajisësh me këto virtyte, qaq domethënë më afër moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam je. Se kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush do të jetë më afër te në botën tjetër? Ka thonë, e hasinukum akhlaqa. Ai që e ka moralin më të mirë. Ai që e ka moralin më të mirë, ai do të jetë më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E morali i mirë çka nën kupton? Thot të jesh i turpshëm e pas mare, të mos i dëmtosh të tjerët, të jesh i përkushtuar ndaj adhurimit, të kesh gjuhë të pastër, të flasësh pak, të punosh shumë, të kesh pak gabime, të mos zhytesh shumë në luks, në gjonat luksit, të jesh bamirës, të mbash lidhjet me farafisin, të kesh respekt ndaj të tjerëve, të jesh durimtar, më thonë me kon sabërli, të mos kundërshtosh pa vend, të jesh i dhemshur, kur e sheh për shembull dikan në gjendje të keqe të mjerueshme, të jesh i dhemshur, të jesh i butë, të jesh i ndershëm, të mos mallkosh, të mos shash, të mos bartish fjalët, të mos përgojosh, të mos nxitosh në gjykim, po të jesh i matër, domethënë apo, të mos kesh mllef. Ka do njerëz janë të mbushur me mllef. Ajo nuk është i kënaqur me vetveten, krejt njerëzit i kanë faj. Të mos kesh mllef. Të mos jesh koprac, të mos jesh ziliqar, të jesh i buzëqeshur, fytyrçelur, të duash për Allah, të urresh për Allah, jo do me thonë për interes. Të pajtohesh për Allah dhe të hidhrohesh për Allah. Kjo është, në thonë, një prej definicioneve që është më i njohuri në literaturën islame. Kur flasim për ata se çka është morali mirë, në të cilën neve na nxit agjerimi. Agjerimi na mëson që ne, do të thonë, me pas një lloj disipline, se do të thonë morali i mirë, do të thonë mënyra se si ne jetojmë, si lëvizim, si sillemi me njerëzit e afërt, si sillemi me njerëzit e huaj, si sillemi në shtëpi, si sillemi jashtë shtëpisë, si sillemi me të fortin, si sillemi me dobtin, e kështu me radhë. Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka një definicion tjetër i cili shumë, do të thonë, mu për veti më lën shumë përshtypje të mëdha. Thot akhlaki, mirësjellja, se fjalën akhlak unë e kam dëgjuar, për që ndoshta jo krejt viset e shqiptarisë, do të thonë e përdorin, po për shembull ka vise të shqiptarëve që e përdorin alak. Kur i kanë cilësuar dikan se është njëri keq, kanë thonë alakin e ka të keq. Është arabisht, që do të thonë moralin e ka, nuk e ka çish duhet, sjelljen e ka, do të thonë të dobët. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, akhlaki ndahet në dy lloje. Lloji i parë është akhlaku ose mirësjellja me Allahun subhanahu wa taala. E çka nën kupton ajo? Thotë e para është mirësjellja me Allahun e lartësuar, që do të thotë të jesh i vetëdijshëm se çdo gjë që vjen prej teje është për me kërku falje, dhe çdo gjë që vjen prej Allahut është për me falendru, dhe ti gjithë jetën të jetojsh mes këtyre dy, do të thonë kuptimeve. Vazhdimisht me kërku falje, e keni pa?
Ne falim namazin edhe çfarë themi? Astaghfirullah, astaghfirullah. Do thonë çdo gjë që bëhet prej te, se ti je i mangët. Ti s'mundesh me e bën në mënyrë të përkryer asnjë punë. Çdo gjë që bëhet prej te është e mangët dhe çdo gjë që vjen prej Allahut duhet më falendëru. Nëse e kupton çka ti ke akhlak me Allahun, me Allah. Ndërsa me njerëzit, çka është me njerëzit? Thotë e dita është mirësjellja me njerëzit, e cila përmblidhet në dy gjëra. Të bësh mirësi me fjalë dhe me vepra dhe të përmbahesh nga e keqja me fjalë dhe me vepra. Ç'kjo është? Do të thonë ti sa të mundesh, fal amal, fal mirë. Do të thonë edhe bën mirë sa të kesh mundësi. Sa të kesh mundësi, sa s'ke mundësi s'mundesh me bë. Dhe të përmbahesh nga e keqja me fjalës e me vepra. Ç'kjo është? Do të thonë përmbledhja këtë asaj që e lexova gjerësisht, do të thonë që kjo është ahlaki. Sa të kesh mundësi, apo s'mundesh si se ka të njerëzit, do të thonë nuk është në disponim. Zoti na rujt mu taku me ata, me të dalë nuth. Me ta prej udhën dikush i cili nuk është në disponim. Sa e ka probleme me veten. Do thonë ti, nëse s'mundesh me bë mirë, na le të keqën. Pse se edhe ki quhet veprim. Shembull, mundesh me thoni një fjalë të keqe. Mundesh me i bë dikujt keq. Mundesh me përçesh dikan. Mundesh me nxjerr kamën dikujt. Çfarë s'mundet me bë njëri? Po ti, nëse s'mundesh me bë mirë, spaku me nal veten me mu përmbajt për mos me bë keq, kjo të llogaritet se ki bë diçka mirë. Kjo është ahlaki. Ja fol dhe vepro mirë, ja nale veten mos fol diçka keq dhe mos bën diçka keq. E tash, për çdo kuptime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta shohësh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sikur feja ka ardhur për çeket. Me na mësu rendin çish me jetu, çish me hec, çish me fol, si mu sill në shtëpi, si mu sill në rrugë, si mu sill në xhami, si mu sill me matjetrin, si mu sill me matriun, me fëmijët si mu sill, me doptin, me të fortin, me të huajin, me të afërmin, me muslimanin, me jo muslimanin. Kjo është jeta. Kjo është jeta. E ahlaki, do thonë feja ka ardhur për me na tregu mënyrën më të mirë se si të jetojmë këtë jetën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë nëse do t'ja kishim vendu një titull, cili është mesazhi i pejgamberit të Allahut. Pse ka ardhur pejgamberi në tokë? Thotë pejgamberi inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Unë jam dërgu që t'i plotësoj vlerat ose ato cilësitë e moralit, mirësjelljes. Për çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër. O shpyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është ajo që më shumë të njerëzit i shtin në xhenet? Ka thënë devotshmëria ndaj Allahut dhe ahlaki i mirë, mirësjellja. Takwallahi wa husnul khuluq. Dhe tha në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinukum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim. Besimtarët me ahlak më të plot janë ata që kanë ahlak më të mirë. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Unë ja garantoj juve, më thonë, unë ja garantoj një shtëpi në fillim të xhenetit, ai që e le polemikën edhe nëse është në të vërtetë. Se ka dhe njëherë, dhe me thonë, ndodhin mosmarrveshje, hasmëri të ndryshme, vetëm pse njerëzit nuk kanë sabër mja leshu një udhën njëri tjetrit. Për çka? Për tema banale. Se nuk varet ne për ditë për shembull që ne që s'kemi, domethënë ku me di çfarë rolin dunjoje për politikën globale, për zgjidhjen e problemeve të umetit. Domethënë mirë, po njerëzit janë të prirur që mos m'ia lëshu udhën kurkujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e kjo polemika çon shumë probleme tjera. Prandaj ka thënë se unë ja garantoj një shtëpi në xhenet, në fillim të xhenetit atij personit i cili e le polemikën edhe nëse është në të vërtetë. E pastaj vazhdon pejgamberi, ka thënë unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atij që e le gënjeshtrën edhe nëse duke bën shaka. Se gënjeshtrën nuk është mirë me përdor edhe nëse je duke lujt. Për arsye se gënjeshtra është, më thonë se një keq. Ajo është ahlaki më i keq. Për çat
thënë sahabët, s'ka pas ndonjë cilësi që më shumë t'ia ka urrejt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se sa gënjeshtra. Ajo ka qenë më e urryera. E tash nëse ti e le dhe kur bën shaka, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çfarë thotë e treta, dhe thotë unë ja garantoj një shtëpi në gradën më të lartë të xhenetit atij i cili e ka akhlakin e mirë ose ka mirësjellje. Kjo është grada më e lartë. Edhe tash kur ta shohësh agjerimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk e le fjalët e rreme dhe veprimin sipas tyre, nuk ka nevojë me lan ngrënje dhe pirje, që do të thonë se agjerimi na trajnon neve, do të thonë na akhlak. E namazi, krejt shtyllat e Islamit çojnë të çiki përfundim. Çfarë është thot për namazin? Allahu subhanahu wa taala. Aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Fale namazin, se namazi të ndalon nga amoraliteti dhe nga punë të këqija. Pra ne namazin nuk e falim namazin, nuk e thonë pa kuptim. Namazi duhet do e mos me na çuçe këtu. Një namaz i cili nuk të çon këtu, një agjerim, një Ramazan i cili nuk të çon në disiplinë, në akhlak, në mirësjellje, një namaz që nuk të çon në largimin të nga moraliteti, do të merri shiku. Është namaz, do të thonë pa kuptim, pa shpirt. Do të thonë është një lëvizje fizike që në vete nuk ka shpirt, është i vdekur. Për çat kur i kanë pyet dietar, do të thonë çka është puna? Çka është puna që shohim njerëz të cilët falin namaz, mirë po janë të korruptum. Shohim njerëz të cilët agjerojnë, mirë po shikojnë gjithë ditën haram. Shohim njerëz të cilët falin namaz, agjerojnë, mirë po janë shumë koprac. Kanë thënë dietar, duhet me shikuj ibadetet ato që shijbajnë, se nuk është e mundur. Se feja islame nuk na mëson neve që ne t'i bëjmë do lëvizje, edhe ato lëvizje të jenë pa kuptimta, pa kur një farë qëllimi, kur gjohës përmirëson të ne. Prandaj, nëse dikush thotë për shembull, si është e mundur me dikush fal namaz, ama shumë është i keqbe, vjedh. Fal namaz, ama shumë është koprac. Fal namaz, ama shumë mendje madh është. Fal namaz, bën punë të këqija. A ndodh kjo? Po ndodh te ata të cilët namazin nuk e bëjnë si duhet. A ndodh edhe me agjerimin? Po, edhe me agjerimin ndodh e njëjta. Gjithashtu edhe zeqati dhe haxhi, domethënë na çojnë deri te pastrimi i shpirtave. Thot Allahu subhanahu wa taala për zeqatin për shembull. Për zeqatin, thot khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum. Merr nga pasuria e tyre sadaka. Se zeqati, do të thonë kur është në shtetin islam, merret, nuk pritet ti a ki me çu as ki me çu. Merr nga pasuria e tyre zeqat për mi pastru dhe për mi, do të thonë zhvillu ata, thot Allahu subhanahu wa taala. Për me zhvillu pasurinë. Çish mi pastru? Se njeri kur mësohet me dhon zeqat, e mjekon në zemrën e tij kopracin, e kultivon rahmetin, e kultivon modestin. E shef? Do të thonë të çon në ahlak. Dhënia e zeqatit përveç që është haki fukaras që e ndihmon ata, do të thonë ai për me jetue, për me ble, për me hangër, për me pi, për me veshmbath, për me pas streh në kokën e tij, do të thonë zeqati është i shnetshëm për atë edhe sadakaja në përgjithësi, për çat zeqatin e japin ata që kanë kushte të caktuara të pasurit, ama sadakan duhet me bëj çdo njeri. Pse? Se çdo njeri kemi nevojë për pastrim shpirtëror. Se njeri i cili është mësu kur gjo mos me dhan. A ki pa? Në kret, do të thonë, e dim çdo herë, do të thonë në shoqëritë tona ka deri njeri i cili nuk di kur një herë me dhan kur gjo. Edhe do të thonë ai në vetvete, do të thonë është e ka një ahlak shumë të keq, një moral shumë, do të thonë, të zymt. Për arsye se nuk e ka mjeku nëpërmjet dhënjes, nuk e ka kultivu altruizmin, modestin, rahmetin, dashurin, do të thonë bashkimin, afrimin me njerëzit, bashkëndjenjen, se njeri i cili jep sadaka e nin, do të thonë në veti atë zorin që e ka fukaraja. Ndërsa për haxhin çka thot Allahu subhanahu wa taala? El-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihin el-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haxhi është në muajt e njohur që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kujt i bëhet fars haxhi, nuk ka me përdor fjalë të pahishme,
Nuk ka me bo gjunahe dhe nuk ka me bo polemika. Pra haxhi ku na çon? Na çon te kujdesi çka flasim, kujdesi çka veprojmë. E shihni, do të thonë duke filluar prej namazit, agjerimit, zakatit, haxhit, neve na çojnë te virtytet e moralit, te sjellja e mirë. Nëse nuk na çojnë këtu, atëherë ne vetes duhet mira mas. Duhet me shiku pse ibadeti jon nuk ndikon te ne. Duhet me shiku ku është defekti, ku është problemi. Nuk është kjo, do të thonë, një punë shumë e thjeshtë. Nëse neve namazi nuk na bën që të largohemi nga moraliteti. Nëse neve agjerimi, për shembull, agjerimi është vetëm nga buka dhe nga pirja e pijeve, e ujit edhe e lëngjeve, atëherë kur gjon s'kemi përfitu. Nëse çktu nuk na çon, e kjo është një ibadet në të cilin njeri 24 sahat. Për shembull, ai që ka sjellje të mirë, ai faktikisht është duke bën një ibadet vetëm, do të thonë, non stop, hiç pa nal. Se namazin e falim 5 minuta, 10, 15, sa na zgjat namazin, edhe dalim prej namazit. Ndërsa ai i cili ka ahlak të mirë, ai 24 orë është në ibadet. Pra ibadet që ka më thon dikujt një fjalë të mirë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë kjo është sadaka. Më thon dikujt një fjalë të mirë. A është ashtu? Mi ndihmu dikujt, mi dhon selam dikujt. Do të thonë, fjala e bukur është sadaka, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ibadet është për shembull me nderu ma të vjetrin. Ibadet është me mos mi pengu njerëzve duke bën ibadet. Për shembull vjen, unë shpeshherë përmendi, vjen dikush në xhami dhe në xhami, domethënë, ndoshta bën gibet, ndoshta i përqesh ndikan, ndoshta i pengon dikujt i cili është duke bën ibadet. Do të çka po? Kur gjallë, do të vetëm është mbush me gjunahe. Prandaj duhet patjetër që domethënë të kemi kujdes dhe të mos bijem, domethënë, në këtë anomali që është prishje e rregullit. Anomali quhet, domethënë, një çrregullim. Domethënë, njerëzit të cilët vinë në xhami, falin namaz, agjerojnë, ndoshta dikush edhe jep zeqat, i shet, domethënë, se nuk janë shembull. Ka dikush për shembull, a mundet me ndodh dikush është musliman, mirë po ka respekt madh ndaj prindërve të vet. Po, kjo mundet me ndodh. Mirë po, te ne muslimant besimi nuk duhet me na çuçë këtu. Besimi duhet me na çuçë te respektimi i prindërve. Nëse ndodh që një musliman tjetër për shembull fal namaz, ama nuk fol me vëllezërin e vet. Fal namaz, ama nuk i respekton prindërit e tij. Fal namaz, ama e ha haramin. Fal namaz, ama nuk ka sjellje të mirë. Atëherë themi se, domethënë, besimi i tij është i zbehtë dhe nuk e ka çuar atje ku duhet, ai nuk është të e bë mirë, domethënë, ibadetin. Shohim shpeshherë për shembull thotë, a në rregull, ka dikush thotë unë nuk vin në xhami se në xhami ka dikush i cili e kanë po të e bë këtë e atë cilësi. Për shembull shumë i keq që bën kështu e i pengon kushi se e ha haramin, e është i pamoralshëm. Ka njerëz për shembull të cilët janë të pamoralshëm, mi po vinë falin namazin. Namazi i tyre nuk është në rregull. Ka njerëz të cilët nuk janë fetar. Mirë po, domethënë e kanë të lindurat, domethënë nderin, është i ndershëm, nuk bën zina. Edhe pse ai nuk e fal namazin për shembull. Kjo nuk do me thonë se atë mos, do me thonë, fetaria e tij e ka çuar në atë cilësi. Atë cilësi, do me thonë Allahu se virtytet e moralit janë ose të lindura të njeriu, ose janë të përfituara. Dikush për shembull është i urtë, çashtu e ka krijuar Allahu. Dikush është shumë temperament, ai ka nevojë këtë temperamenti me punu shumë me vetveten, me punu shumë për me arrit deri te durueshmëria, të themi, te sabri. Dikush për shembull është i matur pse ka lindur i tillë. Dikush është rahmetli pse ai çashtu ka lind. Domethënë, prandaj dietarët thonë, ka disa cilësi të moralit të cilat linden me njeriu bashk, mirë po ka dikush, ka disa cilësi të tjera të moralit të cilat përfitohen. Mençuria përfitohet, maturia përfitohet me trajnim, durimi përfitohet e kështu me radhë. Kjo ishte vetëm një, domethënë, si temë e parë, një sqarim i përgjithshëm për ata se sa e rëndësishme është me qenë të moralshëm, domethënë se edhe morali, edhe sjellja, edhe karakteri është pjesë e ibadetit që duhet i kushtojë rëndësi besimtarit. E inshallahu taala në ditët në vijim do të flasim për
tema konkrete që kanë të bëjnë, për shembull për bujarin, për punët e mira, për sabrin, ato tema do të thonë që kanë të bëjnë me virtytet e moralit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj dhe të na udhëzoj që të më thonë që të pajisemi dhe të shtolisemi me këto cilësi të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin.